do të jetë prioritet për inspektoratin e punës dhe gjithsesi të shtohet resurset për këtë institucion, pasi që është i vetmi që e mbikëqyr ligjin e punës dhe ka për kompetenca dhe ligjin për siguri dhe shëndet në punë. Edhe punëdhënësi që duhet le të themi të krijoj kushtet adekuate për punë, por a duhet të kemi edhe një vëdësim të punëtorët që të mos pranojnë punë në raste të tilla nëse nuk plotësohen disa kushte bazë e përmend edhe të ndërtimtari inxhiniera ndër punët, le të themi me një rrezikshmëri më të lartë? Unë nuk jam për asesi me u vendos domethënë përgjegjësia tek punëtori. Ka raste kur punëdhënësi thotë që e ka siguruar mjetet e punës dhe punëtori nuk i vendos, prapse faji për neve, qëndron prap tek punëdhënësi, pasi që punëdhënësi duhet që ta menaxhoj vetë vendin e punës, ashtu që në momentin që një punëtor themi nuk dëshiron me vendos mjetet e punës, punëdhënësi duhet ta largoj nga puna atë dhe jo t'ia bjem punën që punëtorit të ketë përgjegjësi të vendosë atë punoj në një vend puna jo. E për këtë për atë arsye është përgjegjës pastaj edhe inspektorati i punës që të sigurohet që asnjë punëtor nuk është në pikën ku ndihet i rrezikuar për vendin e punës apo çka do të punoj pa mjetet e punës. Kështu që kur funksionon kjo pjesë, atëherë unë besoj që kishte më funksionuar më mirë. Pjesa tjetër është që punëdhënësit ende nuk janë ballafaquar themi me masa strikte, ku për shembull themi një fabrikë në momentin që i ndalohen punimet, ajo ka humbje ditore që ecën. Ajo fabrikë nuk e ka më luksin për me vazhdu me